Lere, unë dy për sot. Se pike për gas. Regula për i me kadin e ty. Regula ty. Shpëtoj bërë. E maroj. E maroj rad. Face party. Bravo, vai esquerda. Não tá fora. Bravo, vai esquerda.
2-1. Real Madridi dominon Manchester City. Paris Saint-Germain është vetëm një hap pranë kualifikimit dhe sigurisht që vazhdon magjia e bototim që këtë herë ja det përpara Sportingut të Lisbonës, ndërkohë që Arsenali do pulos fatin e vet në ndeshjen e kthimit përballë Leverkusen. Përshëndetje miq të trinj, nga unë Eva Muradi, ritakohemi në pjesën e dytë të emisionit gati për të bërë përmbledhjen e mbrëmjes së sotme Champions League. Jemi bashkë me emocionet e para të kësaj ndeshje. Tre skuadra për mua po dobin Paris Saint-Germain dhe Real Madrid me 3 gola diferencë ndaj kundërshtarëve e kanë hedhur hapin e sigurt për që në kaqen më të mirë. E them këtë sepse edhe nga mënyra se si zhvilluan ndeshjet sot, këto tre skuadra meritojnë të jenë në katër më të mirë, në 8 më të mirë e Champions League në vazhdim. Ndërsa Arsenali natyrisht do ta ketë më të lehtë, sepse e pret Liverpoolin. Ishte një ndonjë fantastike. Fantastike me të vërtetë. Avokati si u ndale? Po tani ne duke thënë fantastike të lumtur dhe shumë avokatin kështu me një fytyrë të jo të aq i bindur. Ato mbrëmje që shpresoj mos ta kemë parë gjatë pjesës së parë të emisionit për tash që sot do ishte Reali më i dobët si të gjitha kohërave dhe prandaj më të përqeshur sepse vërtet ishte surprizë për mua ky rezultat i sotëm. Reali tregoi edhe një herë që edhe këto dyshimet e këtyre muajve i kanë kaluar. Unë tregove shumë fair, shumë i drejtë, e përmendë vetë, ndryshe do ta kisha përmendur unë këtu. Jo, do të më bëj shumë për shkëndijë, nuk prisja këtë ndeshje. Mund kisha thënë përpara ndeshjes që mund të 3-0 për Manchesterin, nuk do vajte sa thoshte që do vite. Nuk e besoj. Okej, ne do të shkëputemi në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin, jemi në Champions League, po bëhemi gati të analizojmë gjithçka se çfarë ndodhi në mbrëmjen e sotme. Publicitet. Yes. Așa că fac? Yes. Așa că fac tot. Jo, po më pëlqen që jemi kështu me energji. Ka ardhur pranvera. Jemi si bodo përpikë. Bonjour, Shalom, ladies and gentlemen.
ta bëjsh, kur do ta nxjerr Rama? Edhe kanë të drejtë. Si ka jetë? Unë më drejtë të rishtë. Jo, ishte ta i vështit Berati. Berati. A qenë diku ka për? Po i Berati? Ta i vështit Berati, 2 Qa mandate. Berati? Berati? 2 mandate. Berati marrë për sukses dhe vile. Nga Madridin në zona sere. Dakor, te kishe tek Shëndeti. Edhe ke profili. Kush publika? Nas dadas cada mulher naquele nome, é de uma da equipe de governo. Apo ka ikur në Allah? Që ke qenë një në dhe. Gjohë si Ariu. E ka t'i E ka vizi. Që ti dhe vejë shohë dhe jo. Shako dhe njerëzit në përpare. Aviator. Ka poshtë Balduqi. Ka poshtë Balduqi. Tre. Valverde në rolin e superherojt, Arbeloa jep leksionet Pep Guardiolas dhe Mary Kane sërish në studio Champions League për folur për këtë fitore vërtet të pastër 3-0 të Realit të Madridit ndaj Manchester City. Të nisim me njerë diskutimin këtu në studio Champions League e nisim së bashku Shameli. Me sa duket Champions League është habitati reali i Real Madridit, pavarësisht problematikës si mund të ketë kjo skuadër në kampionatin respektiv, mendoj që ka një qasje të jashtëzakonshme kur vjen puna që të përballet edhe sikur me skuadra të tilla si City në të tilla kompeticione. Që bëri një lojë shumë të mirë, lojë shumë të bukur, e dominoi totalisht mendoj Manchester City, nuk i dha mundësinë që nga ndërtimi nga mbrapa nga portieri dhe po ashtu edhe në mes të fushës nuk i dha mundësi as pak City që të kontrollonte lojën. Dhe në momentet saktura dili të gjej rrugën e jetës edhe me një lojtar si Valverde dhe një lojtar gol që u sfumuan deri diku ato që diskutuan në filmin e sezonit për mungesat që ka kjo skuadër. Kjo është në rrugën e dur, besoj se është një rezultat që është shumë i vështirë ta kryer në Angli, por që në Slovenia ka ofruar që mund të ketë surpriza. Gjithmonë surpriza. E megjithatë më duket se ekonominë e sotme fund si ajo e duan kushtuan fund fiton Reali, vazhdojnë sërish me këtë shprehje e çuditshme, ka shumë vite. Gjatë duket i bëni sa analizat që përmbërteten gjatë pjesës së parë të emisionit, përmendën në fakt edhe vështirësi që mund të haste skuadra e Realit të Madridit në këtë përballje për shkak të mungesave të shumta. E megjithatë, në fushën e blerë, ka një skuadër që jo nuk pati vështirësi, po madje përkundrazi të gjithkohës interpretoi me shumë qetësi, me shumë siguri të gjithë përballjen, pa Valverde në disa herë, në disa momente në rolin e Mbappés, votoja me 3 gola. Unë që avokati nisi emisionin me punto, unë të arriti kjo pikë e Champions, sa heqet e Real Madrid, ne do t'jemi shumë kujdesshëm ke analizat se Real Madrid nuk është nga ato skuadra që t'jep të drejtë. Do të kërkoj falje gjithmonë pastaj. Pastaj me këtë emision gjithmonë do kërkuar falje për atë që themi. Realisht gjithë nuk e besonin që të shkonin te Real, nga gjithë problematika.
ka pasur Real Madrid për sezon, me hapat që ka pasur, me tentimet që ka, por kur shikon ne të tilla, kupton madhështinë e kësaj skuadre, sepse mungesat që kishte, problematikat që erdhin tek ndeshja, të dominosh në këtë lloj mënyre, duke presuar Manchester City në çdo moment, duke qarkulluar topin dendur, gjë që jemi mësuar të shikojmë në përgjithësi nga Manchester City. Të shikosh pastaj Valverden që nuk bëri vetëm Mbappé, por që bëri gjithçka. Bëri Bellingamin, bëri Mbappé. Do bëja unë absolut të skuadrës. Bëri 3 gola në 3 mundësi të ndryshme. Jo të ngjashëm, as një gol të ngjashëm me njëri tjetrin. Dhe njëri në nivel sa tjetër. Tregon për cilësitë filletare, po edhe për madhështinë që ka ky faner, sepse kur arrin në këtë kompeticion, në të tilla nivele, ku gjërat bëhen serioze, më themi, ku gjërat bëhen serioze, Reali ndisi si të jetë serioz. Dhe këtë tregoi sot Mosmieri kundrejt Manchester City që në asnjë moment nuk e vuri në diskutim rezultatin. Aq tepër që ka dhe një penallti të shpërdoruar që mund të flisim për një rezultat akoma më thellë 4-0, ku pastaj nuk do të flisim fare për ndeshje klime. Është vërtetë që thotë Shameti që Champions ka surpriza dhe madhështia e këtyre skuadrave është pikërisht që lën gjëra të hapura, por pak më atë që pam sot, duket sikur nuk ka histori në këtë. Sigur s'ka histori fare. Lirim, nuk e di, mendon që Arbeloa do ta kishte si të vështirë ndoshta të përgatiste një ndeshje të këtij lloji niveli, si kjo që pam, sidomos thuaj këtu edhe përballë Manchester City, sepse se kjo e shton edhe më tepër vështirësi. Nuk e di, duket sikur edhe vetë përvoja që ka patur në të shkuarën në skuadrën e Realit Madridit si lojtar, mendoj që nuk e di, nuk ka patur as edhe një lloj vështirësie për ta ingranuar le të themi skuadrën në çdo lloj forme. Në fakt mendova që Reali do të kishte shumë vështirësi. Dhe për shkak të mungesave dhe gjithatë prisnim pak a shumë. shumë. Dhe ishim të ndeja të mungon. Thonë që mungon Mbappé, do thotë që ka një peshë shumë të madhe te kjo skuadër, sidomos për të çmimit të gola. Por Reali do të ishte shumë mirë, Arbeloa ka prisën e vet natyrisht. Pavarësisht se për mua është trajneri i përkohshëm ke Reali Madrid. Por sot ka një merit të jashtëzakonshëm se vendosi shumë mirë skuadrën, lojtarët e përgjigjen në pozicionin singular. Edhe ty këtë takon me thoni faljes. Falje, jo një Se komentarë shfrytën për para. Jo pasur. Edhe ti do të thjesht jo pa këtë. Dhe trajner nga tuneli. është i tillë. Nuk është ai trajneri i Real Madrid. Unë mendoj. Po. Kur fitosh një ndeshje, nuk fitosh dy, por Real Madrid nuk fiton këtë. Real Madrid duhet gjëra të tjera. Gjithë si unë e uroj që tjetë, ka në do bëhet dhe i trajner, por natyrisht. Për sa kohë sjell fitore dhe ndeshje si kjo e sotme, ndoshta duhet ta pranojmë. Por në krahun tjetër ne duhet të cekim edhe faktin që Manchester City sot ka qenë në ndeshje më të dobët që ka parë unë. Të paktën në Gjendro qytetar. që ta përmend si dikush. Që thua që ishte thua në nivelin që kërkon në ndeshje ata. Mirë, avokatë, do flasim edhe pak më gjatë për Manchester City, po do flasim edhe pak më gjatë lutem për skuadrën e Realit Madridit. Qëndrojmë pak tek mungesat që pati skuadra e Realit të Madridit. Kujtojmë këtu mungesa e Mbappés, besoj avokat, ishte një problem për skuadrën e Realit, apo nuk e di, ndoshta mund të themi edhe pak e egzageruar, apo të bëjmë një krahasim. Ishte edhe Paris Saint-Germain, kujtojmë këtu, vazhdoi tek Parisi fiton Champions League-ën. Tjetër tek Reali mungon një ndeshje shumë e rëndësishme, e megjithatë mungesa e tij nuk është se të shohë edhe ai shumë. Ndoshta sot mund të duket se nuk ka shumë aq shumë, por sepse ky është rezultati. sepse rezultati tani nuk mendoj se askush do po të mundësi të zgjidhte me Mbappé në fushë apo pa Mbappé në fushë, asnjëri në në kohë nuk do thoshte që Mbappé në goja fushë. Megjithatë, avokati krijon një farë ngërçe të skuadra, prandaj mendoj që që krijon një ngërçe, se ishte pikërisht Mbappé që le të themi edhe në episodin e finales, të finalen e Superkupës së Mbretit në Spanjë, bëri dhe atë gestin ndaj Xabi Alonso, ishte një farë gjesti që për të thënë tërhiqur. Jo, absolutisht. Nuk kam qenë kundër asaj, në fund çdo lojtari që është bërë trajnerin në pozita jo të mia, dhe unë gjithmonë që duhet të çdojnë krahun e trajnerit dhe asnjëherë krahun e lojtarit. Kjo nuk diskutohet, por nga pikpamja teknike Mbappéja është
i pa diskutuar, ma ishte diskutuar ndoshta që nga pikpamja disiplinore, nga pikpamja e sjelljes, nga pikpamja teknike, Mbappéja është ndërtar që hyn atë pashë ndërtarë që janë thonë të rrallë. Si të rrallë. Unë do vras me Evën që nëse ka një klub në botë që nuk do të ta ketë Mbappé. S'ka shans, Mbappé është një herë nuk një botë. Pyetje që bën Eva e apo Rusa. Nuk mund të do të thuash për Mbappé që punë madhe se s'është Mbappé. S'ka shans. Se prandaj e bëra edhe pak atë hapjen se nuk është se po flasim për cilësinë që ka Mbappé si lojtar. Megjithatë, në ekuilibra që ai mund të prish le të themi brenda mos është veshjes për atë dëshirën që mund të ketë ai ndoshta për të patur një lloj diktati. Asnjëherë për fundrazit. Për fundrazit Mbappé është një rëndësishëm. Kudo që të shkojë, edhe për Real Madrid. Qëlloja që nga Parisi, por Parisi ishte me hallë shumë, se ndodhi gjithë yjet, edhe nuk raport të një fush. Tani, historia tjetër, te Reali nuk ka kështu gjëra, te Reali nuk bësh të gjë. Reali ka vetëm një gjë, ai ishte Florentino Perez. Ai nuk ka mbajtur asnjëri, nuk ka hyrë në histori dot asnjëri. Ai kur ka ish portieri Casillas nuk llogarit me asnjë tjetër, ka ish Cristiano Ronaldo, nuk ka mbajtur nuk ke shans ke Real Madrid nuk ke shans të bësh gjë. Është vërtet që Mbappé vjen nga kombëtarja e gjelave, por nuk bëhet dot gjë në Real. Kështu që Mbappé është një lojtar i madh, një lojtar shumë i rëndësishëm, i golaudor, mos shko më lart, po vetëm në këtë edicion është absolut kërcënues më i mirë, jo vetëm i Realit, por i të gjitha kompeticioneve në Spanjë dhe në Champions. Mbappé është shumë i rëndësishëm. Mungoj sot dhe fat që fituan ta. Kjo nuk do të thotë që edhe ai ishte Mbappé. Mbappé është një nga perlat e futbollit botror. Avokat, nuk e di, themi edhe pak të çështjes, se pas që e kishe më merak lutën, Pep Guardiola që më duket sigur e sheh veten në shumë plan eliminimit me 3 sezone rradhazi. Shumë plan eliminimit pa diskutim se rezultate shumë gjëra është një rezultat kundëraj që mund të kthehet kollaj. Çështja është se në këto 2 sezone të fundit të futbollit, ndeshjet si kjo sot janë përsëritur më shumë se një herë, janë përsëritur disa herë, nuk kanë një frekuencë të caktuar. Dhe kjo tregon që ai tashmë në një farë mazë nuk është më në gjendje që t'ia përcjelli ato kërkesat e veta të skuadrës dhe skuadra ta ndjeki deri në fund. Ndoshta edhe ndryshimet që kanë bërë fakti që vazhdimisht ka lojtarë që arrin gjithmonë në formacion siç janë Bernardo Silva ose Mëshori spanjoll, që Rodri, tregon që mundohet të kapë mbas disa sigurimesh që ka pasur nga e kaluara kompeticione të vjetër, por këta lojtarë të tjerë nuk arrin të provojnë të njëjtin mekanizëm lojës. E çuditshme ishte që asnjëherë nuk ishte nuk ishte shumë rreziqe në skuadër, normal. Nëse nuk një skuadër normale, sigurisht nuk ishte gjëra të mirë. I vetëm rreziqe për City ishte nga një gabimi në sportin e Real Madridit. Domethënë të mundosh që City e vuri mbrojtjen e Realit në vërtetësi që ka shumë pyetje, por ka pasur gjithmonë mbrojtja e Realit të vinë nga ndërtimi me ide që kanë formë e duhur që të mbrojtësat e tjerë, por edhe mbrojtësat e tjerë, por të gjithë kanë qenë gjithë katër që ka pasur histori ndërtimi në mëngjes formë të gjithë sezonit, dhe mos ta bësh në asnjë moment në rrezik mbrojtjen e Realit është shumë donatoze. Në anë tjetër në mbrojtje golin që çon, po thjesht në mbrojtje të rreshtuar, domethënë tregon që asnjë fazë lojës nuk funksionon. Nuk ishte fazë mekanizmi. Nuk funksionon fare. Faktikisht ndjur gjithë lojën Reali në mënyrën e vet. Se nuk e la asnjëherë Manchester City të bënte lojën e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Është vërtet. Zata nuk e di për ty, është fundi i një cikli, fundi i ciklit të Guardiolës te Manchester City? Unë besoj se po. Sepse është viti i dytë që Manchesteri nuk është në ato nivelet e veta, sepse nuk jemi mësuar që shikojmë Guardiola në fakt në skuadrat e tij që të ketë 2 vite radhësi me gjitha probleme. Edhe pse është më këmbur disi nga edicioni i kaluar, prapë nuk është një skuadër që ne ishim mësuar shikonim në Manchester City me Guardiola në drejtim, një skuadër që gjatë gjithë kohës edhe në ditë vështira që ti mund fitoje kundrejt Manchester City, po mund fitoje me episode edhe ato kualifikime që ne përmendëm në emisioni parë kundrejt Realit, kundrejt Manchester City me episode në minuta të caktuara, me momente të caktuara, por dominimi
Drejtimet e lojës i ka pasur gjithmonë Manchester City. Dhe fakti që Manchester City nuk ka as kontrollin e lojës, dhe sot mund të 3-0, por mund të ishte edhe 4-0, kjo është shqetësuese. Unë besoj që e shikoj edhe Guardiolën që ndryshe edhe duket pak i dërtuar vërtet. Nuk ka atë jetë karizmatik që ka pasur në pankinë, mënyrën si interpreton ndeshjen, manovrat që bën me duar në këmbë, si trajner më i qetë, më i dorëzuar disi edhe për atë diktate që jep fusha e lojës. Prandaj besoj që mbase vjen një moment që zaurohet edhe trajneri, jep vetë ti për disa vite radhës si bëhet dhe sfiditëse, është edhe nevojshme në një ndryshimi i ambientit dhe për trajnerin, por edhe për lojtarët shumë. Sipas një studimi, në përgjithësi ka një suksesshëm në shtatë. Në 2 vitet e parë ndërtojnë skuadrën. Kanë 3 vite sukses dhe në 2 vitet e tjera fillojnë dhe amortizohen. Fillojnë amortizohet puna dhe vjen më shumë parë që zgjidhojnë më lojtarët. Bëhet e vështirë. Po, kështu që ky u bë 9 aty. 9 janë shumë. Eva e bëri këtë pyetje edhe për në pjesën e parë të emisionit që a mund të vallës një cikël i mbyllur për Pep Guardiola. Do sa mund të jetë dhe po Pep Guardiola edhe por largu Brandoj ai është një trajner shumë. Na vjen keq në fakt se ashtu siç e thamë edhe në pjesën e parë, do thonë që ai ishte larguar ndryshe, ishte larguar ndoshta me një titull, me atë kupën me vesh të mëdhenj të Championsit dhe megjithatë ndoshta. Ka një problem, mendoj që Manchester City ka diktuar lojën edhe me kundërshtar shumë të mëdhenj, sepse Guardiola kishte në vijën e vet lojtar si Rodri në kulmin e vet. Bernardo Silva në kulmin e vet e 4-5 vite më të rinj, paktën ato ndeshje që ne përmendëm me Real Madridin, por kishte edhe një De Bruyne të jashtëzakonshëm. Pra kishte disa 4-5 lojtarë të formacionit e vet që kanë luajtur 4-5 vite bashkë, që ata e dirigjonin ose e përkendin gjithë idenë, edhe njësin me symbolik, ajo kimia që kishin, kurse kjo De Bruyne që u largua, Rodri u dëmtua dhe zëvendësimi Kjo Rodri nuk u zëvendësua praktikisht kur, ai nuk është lojtar që ka qenë përpara 2 vjetësh. Përpara 2 vjetësh ai ishte një lojtar dominant, sidomos aty në Shqipëri. Pra, po edhe në fushë, unë topat e ardhmë nuk i kam besu në jetë tamam këto zave. Ka 20 vjetës. Bravo, edhe ka pyrë një sot, Dembele, Rodri. Po, ai ka qenë lojtar dominant, ai kishte disa si që ta lexonte situatën e lojës dhe i gjendej gjithmonë në pozicionin e duhur, nuk ishte vështirë të shikojë ndeshjen që ti thoshe që ai bëri këto gabime. Kurse nga është tjetër që të çameni që ka qenë Alessandro. Nga bëndimi ai nuk u kthye. Po dhe ka qenë në fond shumë të mirë, nuk është në atë lloj forme. A e humbi Manchesteri për shkak të Rodrit, apo Rodri ku kthye në gjendje në Manchesterin që kishte lënë. Besoj se kjo është dytë, mendoj se kjo është dyta e Okej, mbyllim këtu analizën për këtë ndeshje, ne do kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi me pas pak me highlights, momente më të mira dhe gola. Avokat Timo Werner besoj. Timo Werner është lumi Botë. Botror. Lumi Basha, që përpisë çdo gol. Çdo gol, çdo rast. Lumi gjermanisë. Lumi, çka unë Ne i thosim se ai gjithmonë hunte. Jo, ai gjithmonë hunte. Edhe ne formemi në bazë. Ne se marrim mendje. Këto e emri. Tash un kush është ky këtu? O lutem edhe me Chelsea ne. Ose u kthye prapë. U kthye në Salzburg prapë në Leipzig prapë. Chelsea do të ndodhë. Po. Po më kujton. Çfarë kujton ja ku më ndulja dhe. Ai shumë ka humbë që nga memoria. Kush e la ku kom? Erik. Si Luli, çfarë ti bëre te kur? Jo, e keni. Po jo, jeta ka një gratë tjera, po. Po, i duhet shkojnë bashkë. Bën tu. Edhe prandaj quhen Luler. 30 sekonda. Luler, Ke fala nga ta më. Ka qenë Drejtori Real Madridit thotë si Partizani Këmbajës. Sot fitoi po. Sot gjitha. Sot fitoi lojtar të akademisë. një lojtar që ka të mizë. Ju qoftë që do të drejtoni kështu, do fala lirim. Ja do të shkojmë. Ja do të shkojmë.
Djeti në është pasterës. Që dojnë një 3 minutë? Ne rëpullë gjithë valje, po që të kërëse. Kampionët e fuqisë, skuadra e Paris Saint-Germain shfaqet gjithë informacione mundshme përballë skuadrës së Chelsea duke triumfuar 5-2 përballë bluve të Londrës. Ne po bënim diskutim larg kur të shkonim leshën dhe konstatimi ishte që Parisi po shënon shumë, por dhe po fison shumë gole. Dhe në fakt do dhe sot. Përfitoi nga gabimi i portierit të Chelsea në momente decisive, për të shënuar golin e avantazhit dhe më pas me aktivizimin e Kvaratskhelis, Georgian fantastik që po mua është nga lojtarët më të mirë dhe nuk e di se ishte në sport, që shkojnë të golat e tjerë dhe rezultati 5-2 për mua ka edhe një hap shumë të rëndësishëm drejt kualifikimit për në kejtë Paris Saint-Germain. Sot nuk ishte një Paris që shkëlqente, me skuqja nuk është të punoj në nivellet të larta ashtu si mësuar për ta parë Paris Saint-Germain. Por rezultati kufizitar i dha shumë avantazhe shumë të drejtë për të pretenduar për më tepër. Parisi si fituesi i edicionit të kaluar, sot me rezultatin e arritur ka treguar që përsëri është një skuadër që do të vazhdojë gjatë në centër ndoshta deri në final. Ka një farë soliditeti, duhet thënë, këtë vit tek skuadra e Paris Saint-Germain për të vërtetën. Shaveti, në fakt, edhe sezonin e kaluar, Paris Saint-Germain kujtoi këtu më njëherë mbas kualifikimit ndaj Liverpoolit. Desi voton për të fetë fuqishëm deri në fitimin e Champions League. Nuk e di, a mendojnë që le të themi Parisi edhe këtë vit mund ta ofrojë po të njëjtën panoramë, mund të kemi sërish një fitore nga ana e Paris Saint-Germain? Shiko, unë mendoj që viti nga viti nuk vjen shumë, sepse dhe skuadrat me të cilat ti do përballesh ka këto që kanë zhvillim. Kur shikojmë një Real Madrid që e mendojnë edhe me mungesa ose nuk japin shumë kredite për të kaluar më tepër, bën një ndeshje spektakolare, është në habitat në vetë, që një Bayern Munich dje jashtëzakonshëm pavarësisht kundërshtarit që ka. Një Arsenal që pavarësisht ndeshjes së sotme ka bërë një rutinë pozitiv, pra janë disa skuadra që ndoshta Paris Saint-Germain kur të përballet nuk është se do ta ketë të tjetër. Patjetër që vjen si favorit, sepse është kampioni në fuqi, por rutini nuk është se ka bërë shumë brillant. Edhe sot rezultati nuk përligj lojën. Sepse dhe Chelsea pati rastet e veta, pati ato minutat e veta në lojë dhe besoj që ndeshja e këtimi nuk do ta ketë thjesht për Paris Saint-Germain. Nëse nuk rregullon dhe këtë faktorin që pëson, nga golat diferencë sa dole ta fal. Nuk tash nuk do kualifikohet. Nuk do ta ketë të thjeshtë, mund të hapet loja shumë shpejt dhe pastaj që Nistina ka treguar që mund të ketë surpriza. Po thash në Londër unë mendoj që do ketë një ndeshje tjetër në favor të Chelsea, pavarësisht se një rezultat plus 3 gola, patjetër që është në favor të Paris. Kolegu nga Amerika po na ndjej dhe bën komplimente për këtë personazh dhe për misionin e përgjithësi. Faleminderit. Po zara ne po vjen. Reali ka Po do të shikojmë. Po komplimente më përsa për ju. Është koleg, është gazetar. Faleminderit. Pastaj nuk kemi të sugjerova, mendoj që në Stamford Bridge le të kemi Paris Saint-Germain do të të vështirë situatën. Unë besoj që praktikisht në gjithë forcën e Chelsea, Paris Saint-Germain e ka hedhur hapën për vërtetë. Por prapë ka lënë ato fiktyret e veta, ajo që diskutuam që është një skuadër që pëson rregullisht. Sepse ndryshimin e bëri në moment të caktuar ajo që tani vini gabimi që bëri portierit e golit të tretë. Se mënyra se si po shkonte ndeshja duke sigurisht e orientuar drejt një paracimi. Se po sulmonte, e vërtetë është Parisi po mundohej, por që edhe përse nuk po kundërpërgjigje Chelsea, sa herë që Chelsea kundërpërgjigje, ishte gjithmonë e rrezikshme. Gjë që Parisi po tregon nga ndeshja në ndeshje shumë pasiguri. Se nuk është vetëm ndeshja e sotme, është ndeshje, të dyja ndeshjet me Marseille që nuk është një kundërshtar jashtëzakonshëm. Nga ato kundërshtarë që Parisi tani do të fillojë të përplaset me kundërshtarët e vërtetë dhe ka pësuar gol në të dyja ndeshjet, ka pësuar gole. Në fundjavë po me Monaco në kampionat pësoi 3 gola, tregon që është e brisht në fazën mbrojtëse. Dhe kjo e bën që tjerë ato pikpyetje të mëdha akoma, duke mos qenë ajo skuadër dhe duke mos e dhënë atë qartësi që ka pasur sezonin e kaluar, sepse ishte një skuadër që interpretonte ndeshjet më mirë, ishte një skuadër që kur presonte ishte shumë e vështirë që ti Parisi të gjejë hapësira për shkuar tek porta, gjë që këtë vit nuk po ndodh dhe pikpyetjet më mëdha Parisi nuk i shoh në ndeshjen me Chelsea, po i shoh për vazhdimsinë
kur të vinë ato rivalet e vërteta që janë pretendentët për Sidomos Bodoglim. Bodoglim, pse jo? Në fakt I ka merituar me të gjithë të drejtën e votës, kështu që pse jo. Avokat? Për ty e ardhmja e Paris Saint-Germain, si duket ardhmja e parisjente, është delikate? Shumë vështirë për të duar, sepse rezultati sot nuk është rezultat potemi shumë I ndershëm, shumë tregues I asaj që është parë, nuk ishte treguar atë diferencë sot midis Paris dhe Chelsea. Kjo duhet të thënë, janë dyra skuadra të cilat nuk janë vërtetërisht që sot qoftë nga qoftë tjera e dhanë maksimumin e potencialit të tyre. Ajo të gjava që gjëja më saktë në komendimin tim. Por ka momente që secila për këtyre dy skuadrave largohet nga ndeshja, por të Parisi do bie më shumë në sy sepse e bën edhe një krahasimin në vitin e shkuar. Edhe ka një gjë që është shumë domethënë se vjet Parisi është skuadra që për shembull sumët e kundërshtarit I fundit shumë lart. Kurse si vjet nuk lihet asnjëherë në përshtypjen se prandaj kanë ta bëuar vjetra herë në mesfushën e ndoshta mungesa e spanjollit, por vjet vetëm mungesa ndërtare se Nuk besoj se ishte shumë thjesht për të shpjeguar në këtë formë, domethënë. Kështu që janë skuadra të dyja imperfekte. Edhe Parisi më vjen çik shumë keq sa për Chelsea. Mirë, për ta rikujtuar edhe një herë se çfarë ndodhi gjatë mbrëmjes së sotme, jemi gati për highlights, momentet më të mira dhe golat e mbrëmjes. Jo, fare rama. Jo, nuk flas mo. Nuk flas mo. Jo, gazetar nuk I fan rama. Që ka bërë Arsenali që Jo, Pepi s'jep. Pepi s'tifoz I Liverpoolit. Në Amerikë? Urdhro? Në Amerikë? Po, vjen tani prapë me 10. Me 10 frit. Edhe vjen I tregon se ka bërë prapë. Sa ka? Ona Shreja. Po. Ka gjetë lekët e lindës, prandaj po vjen. Goli do të vinte. Jo, vërtet I fani më tha kështu. Sërish me protagonist Andri. Goditja e këndi dhe skuadra Arsenalit provoj pak nga Ilaçi që prodhon vetë. Soi nga goditja e këndi Andrej, ai që realizon pas pasimit të Ronaldos. I më za rezultati për Liverpoolin kësaj rade Ryan do të ndajte tentativën e Andrish, nuk bëri dot që bëri pak më herë ndaj Terrier. Po që janë të tovat ma shpine, Arsenali mundua që të reagonte, nuk se pati shumë raste, aq sa tentativa e parë rrezikshme erdhi në minutën 84 rastisht. Mirë pas që 84 tentativa parë. Fyën të Blazik. Si ishte mirë, por Fiber nuk dërguaj sakt. Megjithatë, pati një tjetër mundësi Arsenali. Madueke që hyri në zonë, kurëzuan, gjyqtari kryesor, vendosi kishin bëri me 20 metra. Që ka prek farmë. Që ka prek farmë. Nga pika e parë, Gjermani, Kai Havertz, ai që dërgoi topin në rrjet. Kai Havertz. Për të kthyer ekuilibrat. Ato ishte nuk festoi. Me qenë që Ja ku dole. Ja ku dole. Qive qa pasje, vetëm Beckham I bota ato. Beckham I bota ato pasje. Në atë tentativ, nuk këtujnë gol nga në Jans Peter Haukes, gjithatë nuk do të binte në dëshpërim për këtë rast skuadra po do të vitin sepse në stadiumin e vet. E ndrove numrin. Do vazhdonte
Do të pjullë të raste. E ka humbur fare. Anë Evjen, ndarur nga Rui Silva. Në kundër sulm Sportingu provoi golin e avantazhit. Dhe gjuhetja e Luis Galome ndar nga Hajking. Luis Galome që është në kurrët e merkatos janarit. Eksa shohim shansin e Evjen. Rui Silva që nuk u deklarua, në të sulmi shpejt. Luis Galome provoj për undar nga portieri më shumë pritën të Champions League Hajken, minuta 32. Kjo është penalti, jo Vinicius Junior. Vetëm pak momente para fundit pjesën parë vet ishte një protagonist e topi që u devijua dhe shkoi saktësisht në kampën e Bloomberg. Minutën e parë shtesë, Bodo Glimt, të fishoj shifrat. Një sezon ëndrash për skuadrën nga qyteti i vogël norvegjes që është tashmë plan kalimin në çerk finale të UEFA Champions League-s, një skuadër që mposhti Interin, Manchester City, Atletico de Madridit, parazojnë Dortmund dhe në poshtë të Sportingut. Hauge dha topin, erdhi goli i tretë. Këtë trafi tjetër, këtë. Po këtë trafi e pesa kishte dhënë. Po dhe Madridin e ka rrasë, nga rrasë Atletico. Aty e afër. Bodo Glimtit ishte më qetë, më sakt, më kthjellë, ai sa rrezikoi. Çlando një gol tjetër, se radhë Jans Peder Hauge provoi vetëm. Por topi shkoi pak jashtë kuadratit. Diçka do të ndodhë në Lisbon, por Bodo Glimti është shumë pranë kualifikimit. Nuk golash plot 7 në Parc des Princes as Paris Saint-Germain dhe Chelsea. Në minutën 10, Bradley Barcola përgoj të markën e tina 10 pasi topi të nërmje nga Joao Neves duke dhënë e përsin skuadrës kampione në fuqit e Europës. Gjuhet e potente dhe sajtë. Pra që përvoj të shnonë të dhe dytin skuadrë e Paris Saint-Germain, se radhe erdi tentativa e topitar Ousmane Dembele. Gjuhet e që u prek nga Filip Jorgensen dhe u përpjas të shtyllë. Do t'vitë në reagimi Chelsea minutën e 28 me anë të Gusto, cili kërkoj të djatë në ti posh, dorës të djatë Saponov me pas në vjetë, gjatë Chelsea të japërojë dhe i gollit të dytë. Në Cole Palmer, Saponov pati dhe kërës të shpejt. Ky portieri është rus? Ousmane Dembele, shumë i qetë, për i lëvizje të dura, thyrë të dura dhe djallë ishte perfekte. Ka një rast përshënuar gol avantajit, tek i gol kësuar për Chelsea. Realizoi Ousmane Dembele, topi artë, një protagonisti triumfit parë historik të përsikës në Champions League. Të ka që në pjesën e dytë u përgjithshëm Chelsea Fernandes. Ja, këtë speti, këtë gol. Ciao, fare. Sì, paf. Do të përgjithë sërish skuadra e Parisit topi nga Jorgensen. Shqetësia botës. Ja prishe kjo njësën, Dhe përsim Parisës nga trume Ra është tjela e Chelsea sepse mori përsim situatën Visha Kvaratskhelia 4-2 raket dhe shuar nga e Gjorgjanit pozicionin një preferuar me shuar jo pak gol në këtë mënyrë shuar edhe tjetrin të pestin në fundin e sfidës pasi topit da shka partimit me një barazim 2-2 Parisi pa vetën një avantaj prej 3 golash që do tjetë një astët i mirë për sidën e këtimit në Stamford Bridge. Klasikja modern e Europës në Madrid. Real Madrid kundër Manchester City. Fillimisht ishte një mundësi e Bernardo Silvës i vetëm i rast në Manchester City në pjesën e parë. Vetëm kaq në këtë çast.
Atë do të vite i topi gjatë, i tipo Courtois portieri Real Madridit dhe asistin e dytë. Në këtë edicion Champions League-s me këtë top për Federico Valverde do të ishte heroi i padiskutueshëm dhe i pakontestueshëm kësaj sfide. Kaloi Donnarumma si një Mbappé i ditëve të mira, dhe më pas në gol në rrjet për shënuar kundër Realit, skuadrës fundit që i kishte shënuar në Champions 2 sezone më herët. Një barazim 3-3 në Madrid i shënon sërish pas gati 2 sezonesh. Edhe Valverde, por nuk do të mjaftojë me kaq uruguajani, asisti Vinicius dhe tu si një sulmues të race, do të dojë me djapën, goditje me të fajtën. Ishte mbrëmja e tij, ishte heroi dhe në mënyrë pa pritur dhe pa besueshme do të vinte 30-a e parë në gjithë karrierën e Fede Valverdes. Asisti magjishëm i Dias dhe prim spektakolar i Valverdes. Dhe goli i tretë, 3-0. 3 gola në Champions në 7 ka në dheshtë e parë në karrierën në komision, 3 gola në 22 minuta lojë në Champions kundër Manchester City për Valverde në pjesën të ndalë, ku çnonte edhe pokerin, por Vinicius nga pika e parë dhe produzuar nga Donnarumma, që ndali goditjen e tij, për të dhënë një shpresë vogël Manchester City për takimin e kthimit. Portieri italian që shkaktoi vetë penaltin e fundit e Vinicius, por po vetë ndali. Në tjetër është për parë, këtë sezon për ishte shansi i Cityt, kur thua për Thiago Pinto, Oraldi sulmoi fort. Si e pritur këtë. Ky nuk është njeri më apo. Sepse është një nga më të mirët. Është më vështirë, pse se shafare në shfarë, se ka vetë fare. Aja nuk është shef në njëse të nuk është njeri më. Ai në 17 me Leon. Ky shefetar të zë të pret. Sa i të bonusit e kjo. Dhe kësaj që të shkanë pas pesh në Leverkusen dhe Arsenalit, partijojme nga rastet tjera. Me kom, po ta asis me kom. Të një 2 metra pret. Po kjo dhe me kom, ta uston. 20 metrë, 50 metrë, po. Ta të ndonë uston, po. 50 metrë pasi do. Po ta unë me dorë që uston në vrede. Me dorë një jetë. Dhe mas është një gjerë. Në ty ke njëzve i punë. Nuk po tjeri që të të vishtarë në në tonë, dhe i rrofë, nuk më rejzë. E mori qapë këtë De Bruyne, e mori qapë. E mori qapë që është dyja De Bruyne dhe mori qapë. S'kujtë me komtarën e përgju me oqë. Po përjeton këtë karrierë, nësë nga i dorë të komtarë. Leverkusen në Arsenal, 2 fjalë për botën. Eva, po, nësot që shumë në mirë. Do dhe një në funksionë. Ho sbagliato tutto, dicevo che il Real Madrid non ha centrocampo.
il suo centrocampo non avesse invece dominato, probabilmente il City andava piano. Me dai si që shpashë të kërë. Jemi brëmë. Jemi të visë të kërë. Mund ta tekaloj për tërë. Abbiamo classificato, non faccio live in fuso. Sapere. Dalle live pure. E la ride ma tutto. E in vede giochi super party. Non si guidi. Uno vai per il Juve non lo fa. Il Juve non lo comprare. Vazhdon performanca befasuese e skuadrës së Botorbit na ka lënë në të vërtet pa fjalë një triumf 3-0 përballë Sportingut të Lisbonës. Në fakt, duhet sikur Boto e ka arritur atë vjekurinë e mjaftueshme për të përballuar sfida të tilla në Champions League. Si që në ula kishim thënë për të vërtetën kur nisi ky sezon Champions League, apo jo? Besoj që do të askush nuk mendoj. Do të shpërshkuar që ditën e sotme ishim akoma duke folur për Për Botorbit, shumë e vërtetë. Si fitoi ndeshjen e parë të 16-s 3-0. Është e vërtetë ajo që thua. Duket se ka një pjekuri brenda në fund sikur një skuadër që është mësuar me të tilla nivele në këtë moment. Një skuadër praktike, një skuadër e thjeshtë, një skuadër që çdo gjë duket sikur e bën në perfekcion, pa bërë gjëra të çuditshme, por të gjithë të përfshirë brenda një sistemi të lojës në mënyrë perfekte dhe duket sikur çdo gjë që mund të themi është tepër, çdo gjë që kemi thënë deri tani e ka merituar dhe vazhdon ta meritojë. Mos e vërtet, avokat? Ja, vërtet i impresionuar sepse për shkakun çfarë të bëra disa kritika për Parisin, për Chelsea që ka momente që dalin nga loja për duhet sigur e përmbasin atë kontrollin e lojës. Bodo tjetë atë përshtypjen krejt të kundërt. Bodo është gjithmonë e përqendruar si skuadër, duhet sikur çdo lojtar i di në mënyrë dhe i ekzekuton në mënyrë perfekte detyrat e veta. Nuk thua dot asnjë kanë teknikë të shumë rafinuar, por nga ana tjetër nuk i gjen dot asnjë gabim sepse veprimet shumë të thjeshta që janë më të vështira në futboll. Ata i kryejnë domethënë me një saktësi shumë të jashtëzakonshme dhe për këtë shkak janë gjithmonë në kontroll të lojës. Dhe shumë të tyre për shembull janë gjithmonë të rrezikshëm sepse ata kanë gjithmonë mekanizmat e kanë shumë qartë se si do shkojnë loja e tyre submuzë, ku do të markohen, si do ta kërkojnë, është e çuditshme. Unë thashë edhe në turin e Inter, është një skuadër duket e stërvitur në mënyrë të shkëlqyer ofensivë, si ka nga një trajner, se tani po mësojmë nga njëri, domethënë. Por duhet skuadra se e stërvitur në mënyrë perfekte. Dhe lojtar që e kanë perceptuar ato kërkesat e trajnerit në mënyrë ekzemplare në futboll. Nuk vërtet po na lën pa fjalë sa më tepër vazhdon kompeticioni. Flasim edhe shumë pak për Arsenalin të lutën çuna, nuk e di, duket sikur fatin e vet do ta vulos në ndeshjen e kthimit në Emirates Stadium. Për mua e kam më të ketë nga ekipet e tjera që janë mundur sot, e kam më të ketë me Brazilin që ka marrë në Leverkusen dhe duke besuar tek forca dhe forma e Arsenalit, jam i bindur që Arsenali do të kalojë për mbështetjen e tij. Shameti, ti si mendon? Sot pa një Arsenal në finalore, ja të Arsenal që kemi parë në këtë moment, më shumë i kujdesshëm për të mos humbur se sa për të tentuar që ta mbytë ndeshjen apo kualifikimin të sot. Patjetër edhe unë jam i mendimit të gjithë që Sadini vetëm na ndjen besoj që ka një përfund të madh dhe kapacitetin që ka kjo skuadër për më tej besoj që do ta shfrytëzojë maksimalisht. Do ta shfrytëzojë. Do të flasim edhe shumë pak, ju lutem, për një episod të dyshim që pati me këtë përballje. 10 metrash, ja ku e kemi edhe momentin, fillojmë diskutimin në studio. Nuk duam të shikojmë. Jo, nuk është. Nuk është. Okej. Nuk është. Kjo është një dhuratë e bukur për ekipin e Londrës, dhuratë shumë peshqesh shumë i bukur. Shumë i bukur. Okej, çona? Toți
kemi interes tek rezultatet që ndodhin në këto emisione, të cilat fatkeqësisht në dy vitet e fundit arbitrimet po lejojnë gjëra të tilla. Po ka dhe varma apo? Ashtu se kuptoj, sepse ai i ka pas gjithë e ka detyrimin që ta rishikojë për në sepse i na vjen protokolle që duhet parë në atë. Lojtari i Arsenalit e godet në mbrapa këmbën e. Po pra, ai ka për këmbën më parë, godet, asaj se godet, ose janë hasur këmbë, por mua vjen prekur dy këmbë. Si ka godet në mbrapa? Është vetëm në pjesën e vitheve, në momentin që prek tokë që e prek pak në këmbë. Kjo është Shumë pak sepse ai i mbetet vetëm këtu, shikon. Aty te parë Pjesa Pamje tjetër nuk e ka fare. Preken fare, ja. Tu duhet Nga pamje të preket. Pamja tjetër duhet. E na vjen ai vjen në mbrapa ka fare. Ju lutem lërini prekin, është për aty apo Jo, jo? Jo, nuk është 1 metër, është vetëm Nuk ka i Arsenalit që godet në godet. Çka vjen është për aty. ajo nuk duhet quhet goditje. Ajo quhet një prekje, janë prekur dy këmbë, siç preken dy shpatulla, preken dy këmbë më të. Problemi është se këtu është egzageruar në një mënyrë që nuk i përket këtij sporti. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Skuadrat në fakt do të kenë jo më shumë se 5 ditë kohë në dispozicion për të përgatitur ndeshjet e këtij. Disa prej tyre e kanë mbulosur tashmë fatin e tyre, e megjithatë disa të tjera do të luajnë shansin e fundit. Vazhdo të rishihemi në 17 mars. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, natë më mirë. Can get through this? Së më merë e pa ty. Nuk më merë pa ty. Po ushina, ose... Se më shakara pa të... Is this still on? I don't understand. Okay, I'm going now. Mwah. Many kisses. See you on the 17th. See you next week. Mwah. Love you. Bye.